Megjithatë, unë kam qenë tek ata persona që kur e kam analizuar Ervis Po, Martinaj, kam thënë që për aq kohë sa nuk ka një kufom, personi është gjallë. Ervis Martinaj është i zhdukur që prej kushtit të vitit 2022, teksa nuk dihet ende çfarë ka ndodhur me të. Eksperti i sigurisë Fatjon Softa tha se për sa kohë nuk është gjetur trupi, Martinaj konsiderohet i gjallë. Softa tha gjithashtu se policia ka bërë kontrolle, kërkime, disa teza kanë qenë që e kanë parë të vrarë, të ndarë në 4 pjesë, por edhe kjo nuk është vërtetuar, nuk është gjetur kufoma. Për aq kohë sa nuk kemi një kufom, personi mbetet i gjallë. Kemi raste të mafjes italiane që janë gjetur edhe pas 30 vjetësh, persona që i kanë konsideruar të vrarë. Vazhdoj të them që personi është gjallë. Nga pikpamja ligjore, sa herë ka një emër që del, kemi një urdhër për kontrollin e banesës, për shpallje në kërkim. Policia e shtetit, edhe pse kishte një urdhër, ka pasur disa informacione optimiste. Një person me një fuqi të tillë ishte tepër i mbrojtur edhe prej faktit që shoqërohej nga punonjës policie. Për aq kohë sa nuk ka një informacion, policia ka bërë kontrolle, kërkime dhe disa teza kanë qenë që e kanë parë të vrarë, të ndarë në 4 pjesë, por edhe kjo nuk është vërtetuar, nuk është gjetur kufoma, tha eksperti.